Përshëndetje të nderuar shikues, po ndisni edicionin e lajmeve në RTK. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur për rinumërim të plotë të votave të kandidatëve për deputet në çdo komunë të Kosovës. Ky vendim u arsyetua me shfaqjen e shumë parregullsive dhe manipulimeve me vota mes kandidatëve të subjekteve politike, të evidentuara gjatë rinumërimit të pjesshëm. 19 antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vendosën një zëri që 100% e kutive të votimit nga të gjitha komunat e vendit i nënshtrohen verifikimit të plotë. Rinumërimi deri më sot rezultoi me zbritje të mbi 36.000 votave për kandidatë e shtim të mbi 20.000 votave për kandidatë të tjerë. Kreu i KQZ-s Kreshnik Radonishi tha se analizimi i raportit të rinumërimit të pjesshëm në mbledhjen e Këshillit për operacione delse dallimi në votat për partitë politike është minimal dhe i papërfillshëm, ndërka që ai të kandidatët ka shkallë të lartë të pasaktësisë e Prizreni përbën rastin më ekstrem. Për dallim nga votat për subjekte politike, të dhënat për kandidatët pas rinumërimit paraqesin një shkallë të lartë të pasaktësive në numërim. Sipas raportit, nga vendvotimet e rinumëruara në qendrën e numërimit të rezultateve, rezulton se pas rinumërimit në QNR janë zbritur nga rezultati 36.007 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në QKN. Po ashtu, pas rinumërimit u janë shtuar 20.978 vota kandidatëve, të cilat nuk ishin regjistruar sakt në qendrat komunale të numërimit. Radonishi nënvizoi se të gjitha të dhëna do t'i adresojnë në prokurorinë e shtetit, ndërsa antarët e KQZ-s thanë se nevojitet bashkëpunimi plot gjatë procesit hetimor. Është një çështje që është vërtetuar në QNR, nëse ka rezerva apo ka dyshime për pasaktësi, ajo është një çështje tjetër, unë mendoj se duhet bëhet konkretisht. Kuadër kësaj, na duhet të ndjekim edhe linjën e përgjegjësisë të gjitha nivelet, për secilin i cili ka pas mundësi të kontrolloj apo të jetë përgjegjës në raport me ato çfarë ka ndodhur, jo vetëm në Prizren, po kudo që shfaqet një parregullsi e tillë. Për fat keq, për shkak të disa komunave të tjera, edhe këto komuna duhet me shku në rinumërim, sepse nuk kemi asnjë argument që të mos i çojmë gjitha komunat në rinumërim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve paraprakisht në 28 komuna kishte vendosur që të rinumëroheshin vetëm 10% e vendvotimeve, ndërkaq në 10 komuna të tjera vendosi për rinumërim të plotë. Nga procesi i rinumërimit, Prizreni del komuna me mospërputhjet më të mëdha, parregullsi të shumta dhe vjedhje votash të identifikuara. Janë arsyet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t'u ndërpres mandatin komisionarëve të kësaj komune. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t'i shkarkojë nga funksioni përfaqësuesit e subjekteve politike në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në komunën e Prizrenit. Analiza numerike e veçon komunën e Prizrenit si rastin më ekstrem. Pas rinumërimit në QNR të komunës së Prizrenit, janë zbritur nga rezultati 20.323 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në qendrën komunale të numërimit të Prizrenit. Nga procesi i rinumërimit që nisi me 13 janar, Prizreni del komuna me mospërputhjet më të mëdha. Rinumërimi deri sot solli lëvizje drastike në listat e kandidatëve, veçanërisht brenda Partisë Demokratike, ku disa kandidat kanë humbur qindra, madje edhe mijëra vota. Në krye të listës së humbjeve qëndron kandidati për deputet Fetah Paqarizi, të cilit pas rinumërimit janë zbritur 6.022 vota. Pas tij radhitet Najt Hasani me 3.419 vota më pak, Kujtim Gashi me 2.359 vota dhe Luljeta Veselaj Gutaj me 2.103 vota të hequra. Kandidatëve për deputet në vetëvendosje, Arbë Rexhaj i kanë dalë mbi 530 vota më pak, Rea Krasniqit rreth 420 vota, ndërsa Valon Ramadanit mbi 400. Në listën e LDK-s, Gjavit Ukës ju larguan mbi 1.200 vota, Driton Selmanajt mbi 850, ndërsa Anton Çunit rreth 460 vota. Partitë politike kanë kërkuar hetim nga ana e autoriteteve të drejtësisë, duke vlerësuar se dallime drastike në vota nuk mund të arsyetohen me gabime teknike.
politike. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, nga dje ka lëshuar një autorizim me shkrim për policinë që të identifikojnë personat përgjegjës, të sigurojnë prova relevante për fshirë proces verbalet dhe nënshkrimet. Sipas prokurorisë, manipulimi i votës dhe falsifikimi i dokumenteve zgjedhore janë krim dhe do të ndëshkohen pa kompromis. Prokuroria e Shtetit ka njoftuar se në të gjitha komunat ku ka përfunduar rinumrimi votave, do të filloj grumbullimi informatave dhe sigurimi i provave për kësaj të mundshme në procesin zëdor. Koordinatoria nacionale për zgjedhje, prokuroria Laura Pula, ka kërkuar nga kryeprokurorët e prokurorive themelore që pas evidentimit të mos përputhjeve të votave brenda subjekteve politike në disa rajone, të nisin veprime konkrete për hetimin e veprave të mundshme penale që lidhen me zgjedhjet. E njëjta procedurë, sipas Pulës, do të zbatohet edhe në komunat ku rinumrimi ende nuk ka përfunduar. Hetimet nuk do t'i anashkalojnë as kandidatët. Pas mbledhjes së kryesisë LDK-s që zgjati rreth 4 orë, u bë ditur se me 31 janar është ftuar mbledhja e kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Besjan Mustafa nga kjo parti ka bërë të ditur se kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku do të ofrojë dorëheqjen dhe do të lihet i lirë ky organ i partisë që të vendos. Ndërsa kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku ka shkruar në Facebook se kuvendi 31 janarit nuk është krizë, por mundësi, duke shtuar se pas kuvendit LDK do të ecë përpara më qartë dhe më bashkuar për betejat që e presin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti po merr pjesë në forumin ekonomik botëror në Davos të Zvicrës. Kurti ka zhvilluar një takim me ministrin e tregtisë ndërkombëtare të Kanadas, ku u diskutuan mundësitë për forcimin e marrëdhënieve tregtare ndërmjet Kosovës dhe Kanadas, veçanërisht në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si dhe në industrinë e minierave. Në një postim në platformën X, Kurti ka shkruar se Kanadaja mbetet një aleate e rëndësishme e Kosovës dhe shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme ndaj vendit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj gjatë vizitës zyrtare në Moldavi ka kërkuar njohjen e Kosovës nga ky shtet, që do të sillte stabilitet në rajon. Gjatë takimit me presidenten e Moldavisë Maja Sandu, diskutuan po ashtu për thellimin e marrëdhënieve dypalëshe, sigurinë rajonale, situatën e ndërlikuar gjeopolitike dhe unitetin evropian përballë këtyre sfidave. Me ftesë të homologës së tij Maja Sandu, presidenti i Republikës Bajram Begaj po zhvillon një vizitë zyrtare në Moldavi. Ai u prit përmes një ceremonie të posaçme shtetërore. Kreu i shtetit Bajram Begaj dhe presidentja e Moldavisë zhvilluan takime me delegacionet përkatëse dhe takime kok më kok. Në fokus ishte thellimi i bashkëpunimit dypalësh dhe mbështetja reciproke në procesin e integrimit evropian. Gjatë deklaratës së përbashkët, presidenti Begaj inkurajoi aspiratën europiane të Moldavisë në një kohë kur kërcënimet nga agresioni rus në Ukrainë dhe presionet nga faktorë të jashtëm janë gjithnjë më të shtuara. Shqipëria mbështet popullin moldav në ndërtimin e një të ardhme demokratike, të begat dhe europiane, në një kontekst geopolitik e sigurie, mjaft sfidues të shënuar nga agresioni i paprovokuar dhe i pajustifikuar rus kundër Ukrainës dhe kërcënimet e sigurisë që burojnë prej tij. Këto kërcënime ju i ndjeni dhe i përjetoni çdo ditë. Kreu i shtetit i bëri thirrje Moldavisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ai theksoi se integrimi i saj në organizma të ndërkombëtare rrit paqen dhe stabilitetin në rajon. Në këtë frym të bashkëpunimit, Shqipëria shpreson se Moldavia, kur ta gjykojë të arsyeshme, do të rishqyrtojë edhe çështjen e njohjes Kosovës. Ne i dim problemet e brendshme që ekzistojnë të lidhura me Transnistria, por gjithsesi është një çështje që ne mendojmë se do të sillte paqe, stabilitet, bashkëpunim rajonal dhe besim te demokracia. Më tej, presidenti u prit në një takim edhe nga kryetari i parlamentit të Moldavisë Igor Grosu.
Kosova radhitet të 13-ta në botë për nivelin më të ullët të kërcënimeve kundër paqes dhe demokracisë, sipas Normandi Index 2025 të përgatitur nga shërbimi kërkimor i Parlamentit Evropian. Vendi ynë hyn në 10% e shteteve më të qëndrueshme globalisht dhe i pari në Ballkanin Perëndimor për siguri strategjike. Raporti vlerëson aftësinë e Kosovës për të përballur me rreziqe reale si destabilizimi politik, dezinformimi dhe kërcënimet hibride, duke cilësuar atë si faktor stabiliteti në rajon. Kosova është radhitur shteti 13 në botë për nivelin më të ulët të kërcënimeve ndaj paqes dhe demokracisë, sipas Normandi Index 2025 të përgatitur nga shërbimi kërkimor i Parlamentit Evropian. Praktikisht kjo e vendos vendin tonë në top 10% e shteteve me qëndrueshmërinë më të lartë në nivel global, si dhe në vendin e parë në Ballkanin Perëndimor për siguri strategjike, duke lënë anash matjet se sa i qetë duket një shtet. Ky indeks vën pa ekspozimin ndaj rreziqeve reale, si destabilizimi politik, dezinformimi, presioni i jashtëm, kriza ekonomike, pasiguria energjetike dhe kërcënimet hibride. Ndaj, vlerësohet si një instrument që vën në përdorim Bashkimi Evropian për të kuptuar ku janë rreziqet dhe ku ka kapacitete reale për t'i përballuar ato. Nga ky këndvështrim vendi ynë qartë as i del më i fortë në rajone që ka qëndrueshmërinë më të lartë institucionale dhe shoqërore, ndërkohë që sfida kryesore mbetet përballja me dezinformimin, kryesisht të importuar nga jashtë. Gora Kuçkuqi, hulumtues në Institutin për Studimet e Luftës Hibride Octopus, që ka qenë pjesë e këtij raporti, nënvizon se Kosova në aspektin e sigurisë strategjike është më e sigurta. Kjo tregon që Kosova ka ofruar për qytetarët e vet një siguri shumë të lartë në fusha strategjike siç është siguria, gjeopolitika, krimet kibernetike, pastaj lufta hibride dhe çështjet e tjera strategjike. Janë 11 fusha në këtë kuadër. Kjo tregon që Kosova me aftësitë e saj dhe investimet e saj në fushën e sigurisë duke treguar një karakter të fuqishëm të stabilitetit, jo vetëm për vendin e vet, por edhe për rajonin. Ndërkohë Shqipëria paraqitet në vendin e 20 me një performancë solide dhe mbi shumicën e vendeve të rajonit, me rreziqe të menaxhueshme. Ndërkohë Serbia është në vendin e 41, duke shumë më poshtë. Indeksi identifikon problemet serioze në proceset demokratike. Në raport vjet në pa edhe se Serbia është antare themeluese e iniciativës 16+1 të udhëhequr nga Kina dhe mban lidhje të ngushta strategjike me Rusinë, faktor që rrisin ekspozimin e saj ndaj presioneve gjeopolitike dhe kërcënimeve hibride. Megjithatë, në plan më të gjerë, vendet e Bashkimit Evropian vazhdojnë të jenë më pak të rrezikuara se mesatarja globale, ndërkohë raporti evidenton se Rusia dhe Kina janë ndër vendet me rënien më të madhe në profilin e sigurisë strategjike, ndërsa Shtetet e Bashkuara shënojnë një nga përmirësimet më të mëdha. Bashkimi Evropian thot se ka në dispozicion masat hakmarrëse tregtare për ta goditur SBA-n dhe do t'i përdor ato nëse do të jetë domosdoshme. Kjo vjen si përgjigje ndaj kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave shtesë ndaj 8 vendeve evropiane, që sipas tij e kundërshtojnë marrjen e Grenlandës në pronësi amerikane. Komisioni Evropian ka në dispozicion kundërmasa në rast se administrata amerikane zbaton kërcënimet e saj për vendosjen e tarifave shtesë ndaj disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kështu deklaroi të hënën zëdhënësi i Komisionit Evropian Olof Gill, duke theksuar se institucionet evropiane mbeten të përmbajtura. Megjithatë, Bashkimi Evropian po përgatitet edhe për kundërmasa të mundshme në rast se zbatohet kërcënimi i presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave. Nëse diplomacia dështon, BE-ja mund të riaktivizojë një paket kundër tarifash në vlerë prej 93 miliard eurosh, e cila përfshin produkte industriale dhe bujqësore amerikane. Kjo paket u përgatit pranverën e kaluar pas shpalljes së tarifave gjithëpërfshirëse nga presidenti amerikan, por u pezullua përkohësisht pas arritjes së një marrëveshje tregtare mes BE-s dhe SBA-ve. Komisioni Evropian konfirmoi se pezullimi i kësaj pakete ska don automatikisht më 6 shkurt, çka do të thotë se kundër tarifat mund të hyjë në fuqi që të nesërmen nëse nuk merret një vendim për zgjatjen e tij.
Ndërkohë, Franca dhe Gjermania kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë të shantazhohen dhe se Bashkimi Evropian ka një gamë të gjerë opsionesh për t'ju përgjigjur kërcënimeve amerikane. Aktualisht po zhvillohen konsultime intenzive mes shteteve anëtare në prag të samitit të jashtëzakonshëm të 22 janarit, të thirrur nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Qëllimi i këtij samiti është gjetja e një qëndrimi të unifikuar të Bashkimit Evropian ndaj tarifave amerikane. Në anën tjetër, po sot presidenti amerikan Trump ka thënë se është 100% e sigurt se ai do të realizojë kërcënimin e tij dhe të vendos tarifa të reja tregtare ndaj vendeve evropiane, të cilat nuk e përkrahin kërkesën e tij për blerjen e Grenlandës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka vazhduar të restensionet rreth çështjes së Grenlandës, duke rikonfirmuar vendimin për vendosjen e tarifave të reja tregtare për 8 vende evropiane. Duke folur për NBC News, presidenti Amerikan ka thënë se është 100% i sigurt se do të vendos tarifa të reja mbi vendet të cilat nuk e përkrahin kërkesën e tij për blerjen e Grenlandës nga ana e Shteteve të Bashkuara. Përderisa i pyetur se a do të përdor forcën për të arritur një gjë të tillë, ai vetëm tha se nuk do të komenton rreth këtij opsioni. Trump i dha deklaratat e tij pas bisedës me kryeministrin norvegjez Jonas Støre, gjatë së cilës tha se pasi që nuk e fitoi çmimin e Nobelit për paqe, ai më nuk ndin obligim të mendon vetëm për paqe. Ishte e gjitha për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.